Me çfarë merret Xumi pas daljes nga Big Brother? Xumi merret me veten, që është gjëja më e rëndësishme, me dashuri për veten, me familjen. Sigurisht edhe kohët e fundit kam lançuar edhe biznesin e ri me suplementet ushqimore Bison Power. Vizioni im për Bison Power është t'japim njerëzve, nuk është thjesht si biznes. Kam dëshirë shumë që t'jap njerëzve gjërat më cilësore në Shqipëri, pasi nuk ka kompromis me shëndetin. Mund të bëjmë biznes me bluzë, mund të bëjmë biznes me atlete, gjëra që janë jashtë trupit, por diçka që ta absorbon trupi nuk mundemi kurrë si të bëjmë biznes. Jam munduar të sjell produktet më të mira, produktet janë me cilësia më e mirë dhe janë produkt gjerman. Klientët po më ngelen kënaqur, kam bashkëpunime shumë të mëdha nga palestrat më të njohura në Shqipëri. Jeta vazhdon valla. Kështu që ne kemi shprehje tiranëzi, çfarë bukur do ta hajmë. Forca ime më e madhe është i madh i Zot valla. Atij i mbështetem, atij i falem, atij i lutem, atij jam për faleminderit. I kam kërkuar Zotit madh me mush me vullnet, me vullnet, i kam kërkuar Zotit madh me mush me durim, me durim. Edhe aty jam mbështetur.